Një ndër kujdeset e veçanta për bebet e porsalindura përfshihet edhe kujdesi për kordonin umbilikal. Mjekja neonatologe Dhurata Kuçi na shpjegon se çfarë duhet të dimë rreth kërthizës së bebeve. Kordoni umbilikal është një element që mbetet pas prerjes së kordonit umbilikal pas lindjes. Kujdesi përfshin dy elemente thelbësore: pastërtia dhe tharja. Mami duhet të di që kërtiza pastrohet me një garë sterile, qoftë me një dezinfektant apo edhe me ujë pa sapun, por gjithmonë garza e pastër, sterile dhe duart e lara. Mjafton ta pastrosh kërtizën aty ku bashkohet me lëkurën e bebit dhe është e mjaftueshëm si procedurë pastrimit. Pasi pastrohet ose të thahet në ambient ose të thahet me një pecet paraprakisht të hekurosur, pra të jetë sterile dhe të lihet jashtë panolinit. Si ta kuptojmë nëse kërthiza e bebit është infektuar, sa e rrezikshme është dhe si duhet të veprojmë? Për shembull, nëse kërtiza paraqet erë apo sekrecione me ngjyrë të verdhë, me ngjyrë jeshile apo skuqje të lëkurës përdes kërthizës, ato duhet të drejtohen tek mjeku për të parandaluar ose për të mjekuar një infeksion të kërthizës që quhet omfalit, i cili mund të çojë edhe deri në pasoja fatale për organizmin, sepse është një infeksion që mund të përhapet shumë shpejt në organizëm. Kërthiza e bebes është një pjesë shumë e rëndësishme e trupit të fëmijës dhe kërkon kujdes të veçantë, duke e pastruar mirë dhe të jetë ajrosur.